Që kur kanë zgjedhur për ekipe më të forta, për Slovenisë, nuk ka ne farë probleme. Pa kujdes me pas, po ka me kalu shumë. Normal, historike, jashtëzakonshme. Edhe gjasa ti ka edhe në botror, veç duhet pak të konvemenshëm. Mundet me ndodhë me 2-0 për Kosovën. Po nëse bazohemi në formën e mirë që kanë futbollistët e përfaqësuesës tonë, kombëtare, shqiptare të Kosovës, atëherë jam shumë optimist që nga Slovenia, Kosova do të kthehet s'pako me një pikë, po megjithatë unë shpresoj dhe besoj që do të arrijmë një fitore të plotë. Pastaj do të jetë kjo një uvertyrë e madhe e suksesshme në prag të ndeshjes tjetër që e quaj finale para finales me Zvicrën që do të zhvillohet në Prishtinë. Inshallah fiton, çfarë di më thonë, edhe po pres që po ja 2-0 dynja me apo. Kjo më kon më shumë se më di çak. Kjo më kon lajm më i mirë që mund me nin ajër. Evente vet. Që jena natkallë mas futbollit edhe tu e di që tranom se me gol Çipnia se na Kosova. Po që inshallah të kualifikohem soman edhe në Zhegro. Se edhe që ka shkuar në Juventus, e di që mund na shta merr ndaj 2-3 gol. Bazë të formës së mirë që ka vetë Moriçi, jam i bindur që do të jetë golashënues në Ljubljana po ku zhvillohet ndeshja në Sloveni. Edhe këtu prapë mendoj që vetë Moriçi do të jetë përcaktuesi i fitores, po gjithmonë me ndihmën e bashkëtorëve të tij, me ndihmën e publikut të zjarrt që ka Kosova.